për Shqipërinë 1-1, për Kosovën 3-1. Po pse nuk je atje duke ndjekur ndeshjen me Kosovën, je këtu vesh? Ja, unë vetëm bona pak shako, 2-1 Shqipëria edhe 3-1 Kosova. Ju keni ardhur për të mbështetur sot ekipin Kuqezin. Gjithë shqiptar, kështu që ne tash jemi një, po domethënë kena 2 lojë sonte. Dy ndeshje shumë të rëndësishme që shpresojmë të dyja ndahen me fitore. Po, patjetër, ha. Si do t'jetë rezultati sonte? Fitore, absolutisht. 2-0. Nga vini për të mbështetur. Si e parashikoni rezultatin? 3-0 për Shqipërinë. Ka që lehtë të duket ndeshja? Po. Shohim gjithë optimist me shumë gola Shqipëria. Si ka mundësi? Ka mirë jemi me ekipin? Ne jemi super ekip. Super njerëz. Ideali nga Duka Gjini, bon sa gjithë ekipi Maqedonës. Si e parashikoni rezultatin? 2-1 për neve. 2-1 për neve. 2-0 për Shqipërinë. Me fituar mos, 2-0 për Shqipërinë. Nga vini ju për? Nga Prishtina. 1-0 për Shqipërinë. O Samir me qenë shqiptar, 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 Ulqini. Si mendoni se do t'jetë sot? Vetëm fitore, tjera gjatë nuk presim. Vetëm fitore, o nisim shpitan. Si ju duke qyteti Shkodrës, Pa, atmosfera? na jena Ulqin Shkodër vlla motër. Atmosfera? Atmosfera, ja, është shumë e mirë. Minimum 5-6-0. 5-6. Për Shqipërinë, Për Shqipërinë, normal. Në fakt, si e shikoni këtë ndeshje, të vështira apo jo? Ja, këtë është fitore sigurt. Edhe Italinë kena mimit fitu. O Samir me qenë shqiptar,